Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Me yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din." Kujt Allahu ja don të mirën, jep kuptimin e fesë. Dhe kisha pas thënë se imuniteti i fuqishëm është te kuptimi i drejtë i fesë së Allahut azza wa jall. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna hadha ad-din yusr, wa lan yushadda ad-din ahad illa ghalaba." Me të vërtetë kjo fe është e lehtë për atë që mëson drejt siç duhet. Dhe nuk ja rëndon dikush vetes vetëm se feja do ta mundon. Në këtë kontekst dietarët thonë që Allahu të ta jep kuptimin e fesë do të thotë që ty në të gjitha çështjet e jetës të kthesh te hoxhallarët dhe dietarët. Andaj në këto informata të mëdha që po na shfaqen nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet mediave, patjetër që duhet një filtrim. Filtrimi bëhet në momentin kur ne kthehemi tek hoxhallarët dhe dietarët. Andaj për çdo djalosh të ri apo çdo vajzë e re e cila ja ka mësuar rrugës të Allahu xhallahu ala, patjetër që do ta ketë një hoxh që merr prej tij mësime edhe ndërtohet ngadal, qoftë në mësimet e fikut, qoftë në mësimet e akides, me qëllim që të ruan identitetin e tij apo identitetin e saj dhe të mos shkrihet në shoqëri. Kurse zhytja e çdo njeri prej nesh në këtë botë të madhe të informimit, duke mos pas një lloj filtrimi, kam frikë vallahi se do ta çon njeriu deri në humbjen e imunitetit dhe si e tillë edhe sëmundja e shpirtit edhe shkatrimi i shoqërisë. Janë prezent.